as plan urbanistike, tradit vjetër si Shkupi, nëse flasim për shqiptar, apo Korqa. Nuk ka diçka që Po nështë e ka një shpirt, e ka pluhnin, e cilë me bo me ti në lëkur, mo së nderve Prishtinë. Pa hi në huj, nuk mund është më mësu me notu. Pa marrë pozicion, nuk mund është me debatu. A jënë bu këto debatet politike, paka shumë edhe si formati i Big Brother shambull. Gjisti e fitoj lojën edhe e akuzun bravo, shumë Allah të kohë, fakt njerëzit nuk jenë fort interesu për të vërtetën. Se që ka honë një që e vërteta nuk është seksi. Para me ndoni situatë, ku kejtë nga media, ishim konë me të fortit, me Albinin. As kena hesop nga media të parja me shku të Albinit si ka mas shumë të pare momentalisht. Mendon që Albini ka mas shumë? Mas shumë të pare ka për kejtëve. Serioziteti po matet me klikime, me shpërndarje në rrjete sociale. Që po i shohim raste të fundit shumë, duke nisë edhe prej Lulzim Bashës, ndoshta, bashkë me Edi Ramën që kanë fillu kohën e fundit rrjeteve sociale me këngë të unikatilit me i bu një farë beteje njëri me tjetrin. Tash, apo humbë serioziteti, apo ka ndikim pozitiv diçka të trinjt, ndoshta, ose të gjitha ta? Shumë pyetje e mirë, edhe po më pëlqen që e bone, se nëse analizojna fotografit veç në Google, për shembull një boshtit sovjetik, lindor, komunist, putinist, rus, kur ja u sheh aty në politikanëve ftyrat, i sheh keq qështën, nervos, generalja, qështën Lavrovja, mbrojshëm Putini, herë del me tigër, herë cullak, herë të i gra kalit, nervos, serios. Jo si shpenda Ahmeti, veç me kënu, this is my way, edhe me met veç 2 vjetë e fundit për ne kry ne punë. 3 vjetë u bol me përparim Ramën, hala thot që ta shë kena qëllu projekti që në këmë armi, thonë mëre ti. A është aftësia apo dështim i individit që nuk ka një qëndrim në debatet të tilla politike? Unë menoj që pazara.